Përshëndetje miq, në një botë ku zhurma mbulon ndjenjat, ka të ri, të cilët zgjedhin të flasin ndryshe nëpërmjet artit. Në Mozaik Talentesh do t'ju njohim me një vajzë, e cila emocionet e saj i shpalos nëpërmjet pikturës, nëpërmjet fjalëve të hedhura në letër, duke përjetuar emocione unike. Ajo është 17 vjeçe. E në fakt, brenda saj ka krijuar një botë të pasur plot ngjyra. Kam pranë meje Bora Lolja, nxënëse e shkollës artistike Onufri. Mirë se erdhe në Mozaik Talentesh. Përshëndetje. Për gjithë ata që ndoshta nuk të njohin, kush është Bora? Unë jam Bora Lolja, jam nxënëse e shkollës artistike Onufri dhe jam 17 vjeç. Ajo çfarë më shqetëson më shumë është mënyra se si unë i shpreh emocionet nëpërmjet artit. Jam një vajzë e qetë dhe vëzhguese dhe fjala është mënyra që nuk është pjesa ime më e preferuar, por përmes ngjyrave unë mund të flas. Si ka lindur pasioni për pikturën? Pasioni për pikturën ka lindur në një moshë shumë të vogël, ku si çdo fëmijë dhe unë vizatoja me forma të lira dhe ngjyra të shndritshme. Aty kuptova që bota ime e artit dhe fjalës ishte përmes ngjyrave. Kur thua që ti si fëmijë nuk e folur shumë, ndoshta emocionet nuk i shprehe me zë të lartë me fjalë, por arrije ti pikturoje. Çfarë përmbanin pikturat e Borës në atë kohë që ndoshta fjala nuk kishte e thënë? Duke qenë se kam qenë një fëmijë ndrojtur, preferoja që çdo emocion timin ta shpreja ose ta skicoja në një vizatim ose pikturë. Dhe përveç vizatimit dhe pikturës preferoja shumë dhe të shkruaja, domethënë pas çdo pikture dhe vizatimi ekzistonte edhe një shkrim anash saj. E në fakt, e mban mend cila ka qenë piktura jote e parë ose mosha, ndoshta kur e ke pikturuar? Mbaj mend që në moshë të vogël, pra pa hyrë në klasë të parë, kam nisur dhe kam vizatuar dhe pikturuar dhe duke hapur dosjen e vizatimeve që unë kam ruajtur, shoh si një pjesë ditare, një pjesë time, pra skica të ditës time të përditshme ose të ndjenjave që unë mund kisha përjetuar atë ditë. E nëse do ta përkufizoje veten me një pikturë, cila do të ishte ajo? Mendoj që piktura që mund të më karakterizonte mua është natyra. Natyra ka sa ngjyra të qeta, është e qetë e bukur, mbi të gjitha është dhe pak misterioze. Besoj se edhe tipi im i tillë është. Sa e qetë aq dhe misterioze. E në fakt unë them që Borën le ta hedhim në telajo. Çfarë ndodh brenda teje kur ti nis të pikturosh? Mendoj që çdo artist, domethënë kur nis të pikturoj, hyn thellë në mendime. Pra unë jam një ndër ato artistët që momentin që kap penelin dhe bojrat, hyj thellë në mendime. Por mund ta marr dhe si një pjesë meditimi që ngjyrat e mia të jenë mendimet, pra ngjyrat e çelta shprehin mendime të mira dhe e kundërta mendimet jo të mira. Në fakt, çfarë lidh fjalën me penelin? Për mua, fjalën me penelin e lidh abstraksioni. Domethënë, në momentin që unë dua të flas, peneli automatikisht për mua bën një abstraksion ngjyrash. Siç është ndoshta duke ndodhur në këtë moment, apo jo? Mund të më veçosh një emocion cilën e ke më kollaj ta hedhësh në telajo, pra ta vizatosh, se sa ta thuash me fjalë? Ka shumë emocione që janë të vështira për t'u thënë me fjalë, por emocionet e mia, siç e thash pak më parë, është qëndron tek pjesa ngjyrave. Domethënë çdo emocioni im ka ngjyrën e vet. Ndoshta një fjalë që ti se thudot dhe vizaton një emocion, apo jo detyrimisht. Ndoshta për të shprehur mendimet e mia. Her pas here e gjej veten që nuk e kam atë guximin për të shprehur mendimet dhe mendoj që më mirë them, "Ok Bora, vazhdo pikturo dhe mendimi jot do jetë në telajo." Ndërsa unë them që e lëm për një moment pikturën? Po, patjetër. Duke qenë se mendon që arti në Shqipëri nuk vlerësohet,
Je bashkë themeluese e një dritare, do thoja unë, arti, Duar të Vogla Art. Si ka lindur ideja dhe çfarë përmban konkretisht? Unë bashkë me të afërt e mi vendosëm që të hapim një qendër arti, le të themi, në Elbasan për fëmijët. Duar të Vogla Art është një qendër që në vetvete ka si tematik 1 orë pa telefon, duke qenë se fëmijët e sotëm janë gjatë gjithë kohës të varur nga teknologjia dhe po ta shohim është lënë pas dorë arti. Pra jetohet një jetë monotone ku jetohet pas një ekrani dhe ne vendosëm që të hapim qendrën Duar të Vogla Art duke përfshirë pikturën, punime me mjete të riciklueshme, duke bërë lojra, aktivitete të ndryshme dhe ditë veçanta të cilat kanë një tematik të caktuar. Pra që ndihmon fëmijët e sotëm për një frym bashkëpunimi me njëri tjetrin dhe pse jo të kalojnë më shumë kohë me njëri tjetrin sesa teknologjinë. E në fakt e thënë nga një artiste e re si ty që arti në Shqipëri nuk vlerësohet mjaftueshëm, kam përshtypjen që të bën edhe ndonjëherë të stepesh. Ke menduar ndonjëherë të japësh fund rrugës së artit dhe të dedikohesh ndoshta një fushë tjetër? Kam pasur dhe unë raste që kam dashur ta lë artin pas dore, por fatmirësisht kam pas njerëz që më kanë ndetur afër dhe më kanë kuptuar. Unë me artin pothuajse kam lindur dhe mendoj që kur nuk do ta lë artin pas dore, pavarësisht se mendimet e mia ndonjëherë her pas here edhe pse mund të them një fjalë më tepër, shikoj që unë nuk e bëj më këtë, por kam pasur njerëz që më kanë thënë dhe më kanë motivuar që ti Bora mund t'ja dalësh. Edhe në një farë mënyrë ndonjëherë kemi nevojë për njerëz të tillë në jetën tonë dhe unë jam falënderuese për to. Ti e cekë pak, po pse është kaq e rëndësishme që fëmijët e sotëm të qëndrojnë larg teknologjisë, paktën edhe për një orë? Shoqëria jon po merr një rrjedhë të vrrullshme në vendin ku ne po rrim edhe po ta vëmë re, domethënë nuk janë më ato kora që dikur dilnim ose loznim ose pikturonim, por një përqindje të madhe po merr teknologjia, pra arti po lihet në një anë. Po shohim që të rinjt zakonisht duan që pjesën më të madhe të kohës t'i kenë të gatshme, pra çdo gjë duan me AI ose me pjesën e robotikës. Ndërkohë që ne artistët jemi nga ana kreative, i kemi gjërat që i krijojmë vetë. Pra nga njëra anë duhet edhe që t'jetë pak kjo pjesa e artit. Nuk po them që teknologjinë ta lejmë pas dore, por edhe artin jo aq keq. Një dashuri jote e dytë përpas pikturës është edhe teatri apo jo? Një ndër në sirtar shprehesh ndër të tjera. Po, mund ta them që është kapitulli më i bukur, domethënë ëndra më e bukur që unë mund të kem mbyllur në sirtar. Me teatrin jam njohur në një moshë të vogël ku shpesh shifja shfaqje që zhvilloheshin në teatr, sigurisht nuk mungoja kurrë në çdo shfaqje, por kuptova që teatri ishte ajo formë e artit ku ti mund të dilje në skenë dhe ta bërtisë fjalën, ndryshe nga një lloj arti që unë mund t'ish arritur pa fjalë, pa zë. Dhe fillova që të shkruaja skenare, pra të krijoja ngjarje, ndoshta dhe një realitet hidhur që ne na bashkonte si shoqëri. Kam dalur një herë në skenë ku kam bërë një shfaqje dhe ka qenë momenti më i bukur, gjithashtu doja të zhvilloja edhe unë një shfaqjen time. Por ashtu erdhën rrethanat dhe nuk pata mundësi ta zhvilloja dhe aty e mbylla ëndrrën time në sirtar. Do thonë, jam bërë pak pishman, por gjithsesi do mbetet ëndra më e bukur që unë kam pasur. Aso kohë zgjodhe pikturën. Sot një zgjedhje mes teatrit dhe pikturës. Cila do të ishte zgjedhja pare Borës? Nëse do ta mendoja, unë me pikturën u rrita, ndërsa në një farë mënyre skena më tradhtoi. Pra piktura ka qenë edhe aty edhe kur në teatr nuk kam dalur ose kam guruar. Kështu që pikturën. I qëndron dhe i mbetesh ngjyrave apo jo? Po. Ndërkohë, di që marrëdhënien tënde me familjen, po veçanërisht me motrën Erën e ke gati magjike. Na tregon më shumë, por rreth edhe një kërkesë të pazakontë që dikur i ke bërë babagjyshit. Nëse do flas për Erën, Era është dhurata më e çmuar që kam marrë në jetën time. Është ajo dhuratë që më ka bërë të besoj në imagjinat edhe pse jo dhe ke babagjyshi. Kam qenë ai fëmijë, siç e thashë, vetëm shkruaja ose vizatoja dhe çdo ditë nuk mungonte ajo kartolina dhe pema e vitit të ri, ku dëshirat mund të ndryshoheshin çdo vit, por dëshira për të pasur një motër nuk ndryshoi asnjëherë. Edhe kam dashur të kisha një motër për arsye se duke qenë ai fëmia i ndrojtur, ndonjëherë edhe mërzitesha me shoqes ose ndonjëherë nuk më kuptonin. Dhe doja letra tekstualisht shkruaj që dua të kem një motër që të më qëndroj pranë dhe gjithmonë të lozim, dhe Era ka ardhur në jetën time në momentin më të dur dhe për mua do mbetet gjithmonë ajo dhurata e çmuar e babagjyshit dhe që më bëri të besoj se magjia dhe imagjinata ekziston.
E në fakt e mban mend atë moment kur mori lajmin që mami ishte shtatzënë, nuk e di, do të thënë emocionet atë momenti. Emocioni i parë ka marrë një letër dhe e kam ndarë në disa rreshta dhe vizatoja çdo ditë më shumë zemra dhe fjalë dhe thoja që ky është emocioni im, unë kam motor dhe këtë ma ka bërë babagjyshi. Edhe gjithmonë dilja ke dritare dhe thoja faleminderit babagjysh, bërtisja më të madhe në dritare. Ndërkohë, ke edhe vëllain, apo jo, po marrëdhënia me të si është? Me vllajin kam një vit diferencë, pra jemi rritur së bashku dhe së bashku kemi shkruar letra tek babagjyshi. Jemi tipe të kundërta, por në thelb mbetemi të njëjtë. Domethënë, kemi atë marrëdhënie vëlla e motor ku gjithmonë flasim me njëri tjetrin për një gjë që ndoshta dhe nuk ja themi prindërve, flasim me njëri tjetrin. Jemi rritur dhe për mua, pavarësisht se jemi të kundër, do mbetet gjithmonë binjaku im. Kur dikush është duke studitur një pikturë tënde, çfarë do doje të ndjente? Zakonisht kur unë bëj një pikturë, impakti i parë që dua që njerëzit të kenë me pikturën është qetësia. Pavarësisht se njerëzit nuk është se mund ta kuptojnë 100% çfarë do të thotë ajo piktura, unë dëshirë kam që të ndjejnë qetësinë dhe besoj se shumica që më kanë thënë kur i shohin pikturat, kjo është ajo që ndjejnë. Në fakt, e mendon Borën pas 10 vitesh? Mendoj që Bora pas 10 vitesh do jetë një vajzë që do ketë galerinë e saj të artit, një vajzë e cila frymëzon breza për artin, dhe pse jo ajo vajza që do bëj krenare Borën e vogël dhe do ja plotësoj të gjitha ëndrat. E unë fakt ta uroj me shpirt, por cili do të ishte mesazhi që ke për të rit? Që kur mos rreshtin së treguari veten e tyre në mënyrën e tyre. Pra kjo është gjëja më e bukur dhe kjo është ajo çfarë na bën të veçantë, fundja fare. Historia me Borën na tregoi se emocionet e bukura jo domosdoshmërisht shprehen me fjalë. Bora, shumë faleminderit për çdo emocion që na përcolle. Faleminderit ju që më dhat mundësinë t'ju tregoj dhe unë një pjesë timen. Faleminderit edhe ju të dashur miq që na ndoqët në Mozaik Talentesh. Unë ju lë takim në puntatën e radhës.